sot në rubrikën Sofra Pranë Jush të pim një kafe me zotin Thanas Meti. Thanas Meti është një shkrimtar, një autor I shumë veprave, romaneve. Unë do të bëj disa pyetje Thanasit. Me një bisedë kështu të thjeshtë miqësore për të mësuar për udhëtimin e Thanasit në këto vite që jeton këtu në Prishtinë. Vëdi të falenderoj për ftesën. Kënaqësia ime të flasim për vetësinë dhe për emisionin tuaj në televizionin Albania. Urojmë të suksese për ju në këtë punë të madhe që është në shërbim të diasporës. Unë ka vite këtu në Greqi, që në vitin 1995. Era këtu me shumë ëndra, me shumë shpresa, të transformoj jetën, do bëjë vetën, do bëjë diçka, por si të gjithë emigrantët, në fillimet të këqija të tyre, I nga shiu dhe në ndreshur pasi gjetëm më keq. Kam punuar në Greqi punë të rëndorka, përgjithse kam qenë në Shqipëri, kam punuar në Arsim, kam bërë shkolla e lartë shkollë lehtësi Shqipëri në Tiranë. Jam nga Bulgaria, nga fshati Zoksati të Gjëris në Gjirokastër. Këtu kam bërë arsimin e fillor të vjeçar në Zoksat, të mesë kam bërë në Gjirokastër. Pastaj Universitetin në Tiranë, një intelektual, një intelektual. Të flasim pak për përrien time doktorare. Në të them që lehtësia nuk ka shkëlqyer gjatë jetës sime. Që në gjimnaz, kam botuar, ku ishte në gjimnaz kam botuar poezitë e para në gazetën Drita në Tiranë. Dhe se shkruaja fsheh poeziatere, duhet pitesha vetëm nëse bëja për punë për jo. Dërgoja fshehës poezi në gazetën Drita në Tiranë. Dhe ka qenë një fitore madhe për mua, ku merri përgjigje dhe botuan ciklin e parë me poezi. E që atëherë kam punuar më dëndë me gjithë atë, ka shkruar prozë të shkurtër, ka shkruar poezi, por pash veten e kisha më të prirur drejt prozës. Botoja një, jo nuk e arru të botoj, e parakati kur isha student një libër me proza, me novele tërgjime, por nuk më botua vetëm nuk anartistike, por vetëm ana ideologjike. Ajo ishte një ndërgjim për juve? Ajo ishte një e mirë dhe një e keqe, sepse përdesa unë nxija realiteti, më të bëja në gjithë të nxija më tepër dhe më të pësoja këshin të gjujt, pësoja shumë shkrimtarë që për gabimin ideologjike I pësë duhet të ndeshkonin. Për të fatë, unë nuk e pata, por ama si thuash, nuk e gjeja vetëm për të shkruar në atë kohë. Ndjeja që nuk më përshtate, sepse lehtësia e realizmit, si ky realizmi socialist, ishte një rasi e imponuar, një rasi që do të ecë në një vit të caktuar, nuk do të dilë nga kërkavu. Unë ndjeja vetëm që nuk e ndjeja të përshtate për të qenë kështu dhe më të praktisën lehtësim. Njëtë ajo ishte brenda me, sepse në qoftë ke vërtet diçka, një pasion, ai do të shoqërojë gjithë jetën. Ai nuk do të lej kurrë të ratë me kuptimin që nuk do të ndjesh I përmbushur në jetë, nuk do të ndjesh I kënaqur dhe mos flasim për lumturi. Kjo ka ndikuar te punë sepse përgjithëse punoja në punë të rëndonta këtu në Greqi, do t'i kthesha vërtet pasi libri nuk do ta daj nga vetja, do t'i kthesha krimtarisht në një formë tjetër, duke menduar, duke projektuar një të ardhmë time letrare, që mendoja se diçka do bëj, duke të shëruar, domethënë të realizoj ëndrrën që kisha qenë në kohë më të hershme, ku ishim në gjimnaz fushari. Dhe kjo ndodhi pas vitit e rikriza këtu në Greqi 2010, ku gjeta një grup më të lirë, dhe fillova të shkruaj romanet e parë. Romani I parë është... Cili është romani I parë që keni shkruar? Romani I parë është Kia e Mallkuar. Në fakt, radhe kishte krimtarinë Elisa me të Putin, me që mendoja unë që kisha një njohje më të gjerë, si që janë... Dhe I dyti ishte? Është telefon Sofat Bukës, do ditë. Por të mendoja ta bëja unë, nuk mendoja se të sjellë diçka të re,
dhe lash atë, si mendoj të mos Kishe shkrimtarëve. shkruar njëkohësisht të dyja apo Poezja të vajti? dyja njëkohësisht, pastaj kishte shumë vëmendje marrëgimin me një si një temë aktuale. Edhe kjo botuar në vitin 2019, ato janë martuar. Fjala e fundit e Sokratit Bubës i përket një komsit pakicës. Një komunitet të Komunitet vletë, dhe me gjerë, po. Unë duke qenë me vetë me origjinë në këtë komunitet, ndëroj gjithmonë që këtë të rrjedhje dritë bjerë që ka të bëjmë shumë me çdo njeri kërkon të njohë rrënjët e tij, kush është ai, biografinë e tij, ajo që e solli në jetë, pavarësisht njeriu është ai që lidh dhe ai që formohet. Janë dy gjëra të ndryshme, por dhe gjëra të njëjta që ushqejnë njëra tjetrën njëkohësisht. Kështu që kishe një besim të tepruar në vetë se do bëhet diçka që ja vlente, diçka që të drite, do më njihte dhe mua sepse nuk isha ndonjë njohës si shkrimtar në Shqipëri. Për vetë kushtet dhe rrethanat që mendoj. Dhe ky libër mori shumë vlerë. Çfarë U çmimi interesua nga mori? Ministria e Kulturës me çmimin e madh kombëtar për letërsinë për vitin 2013, vitin më i mirë i vitit. Që atëherë pastaj erdhi një libri tjetër. I bëri krenar Them se i ka bërë krenar, sepse i ka njohur, po, ka gjetën vetveten, gjetën historitë e tyre. Vlekët janë një popull që i mirë njohur në kuptimin e një realiteti së thua është të cekët, jo të njohur të gjerë, si thua. Njihet si popullsi që ka jetuar në tëra vendet e Ballkanit, jeton poshtë Danubit dhe në veri të Danubit. Është një popullsi e madhe që i lidhe me njëri tjetrin, pavarësisht se nuk kanë patur shtet. Janë përpjekur të krijojnë shtet, nuk kanë mundur të krijojnë një shtet të tyre. Është një popullsi që më shumë dëkton se shkatëron. Është shkruajtur ndryshe dhe armatura e popullit të gjithë setës të Ballkanit, sepse kudo ku janë kanë dhënë kontributin e tyre. Në një veçanti po e vlekje thuhet janë shumë teori dhe janë romakë të thrak të romanizuar, janë grek të romanizuar, janë shqiptar dhe i lirë të romanizuar. Sa i mbetet shkencës ta saktësoj, nëse këto janë akoma teorida dhe përfundimi është vështirë të gjendet me këto shkenca. Ke menduar ta përkthesh dhe në greqisht këtë libër? Ky është përkthyer në greqisht, është roman me titullin Nomadët e fundit, të Lefteri Nomadës. Është përkthyer dy herë. Tani kam bërë disa promovime këtu edhe në Artim kemi bërë promovim, edhe në Verja, shkruan që vjen duhet të bëj promovime. Letërsia shqiptare ka disa zëra që nuk harrohen lehtë. Mes tyre, një vend të veçantë zë Thanas Medi, një autor që ka ditur të ndërtojë botë, emocione dhe personazhe që jetojnë gjatë në mendjen e lexuesit. Vepra e tij nuk është thjesht një rrëfim, është kujtesë, është histori, është një udhëtim në shpirtin e njerëzve dhe kohëve tona. Romane si Fjala e fundit e Sokrat Bubës, të vlerësuara me çmime kombëtare, dëshmojnë fuqinë e penës së tij dhe aftësinë për të kapur thelbin e një epoke. Gjithçka që ai shkruan mbahet mend, sepse vjen e sinqert, e thellë, e gdhendur me mjeshtri. Në përfaqe librash, në takime me lexuesin, në çdo botim të ri, Thanas Medi na rekujton se sa e rëndësishme është letërsia për kuptuar vetveten dhe botën përreth. Kjo video është një homazh për një autor që ka lënë gjurmë, për një krijues që i flet zemrës, për një pjesë që mbetet e gjallë sot dhe nesër. Ky është autori i librave Thanas Medi, i cili jeton prej vitesh këtu në Athinë. Dhe sofra pranë jush, ju nje sot me autorin. Kemi zgjedhur sot të jemi në një ambient shumë të bukur, në Alshësh Peristeri, meqense edhe Thanasi jeton në këtë zonë. Thanas, atë që doja të pyesja unë tani është kur e ke zbuluar ti këtë
talentin për të shkruar. Ka qenë fëmijë i ri, kohë që ke qenë student, kishe një ngacmim që të bëri të kesh atë dëshirën për të shkruar. Nga sa kam kuptuar vetë nga përvoja ime personale, po kam vërre se të tërë e përmendin, një shkrimtar mund të filloj, si thuash, ka një fillim të saktuar dhe ajo që është më e besueshme është fëmijëria. Pra një fëmijë e veçantë, por që një fëmijë njëkohësisht që të ketë dashuri për librin. Është një dashuri e lindur, një dashuri që s'të lënë, një dashuri që të ngjitet të shërbiron gjatë gjithë jetës. Atë që kam dhënë re është kjo fillimisht. Ka një që nxënësi në filloret të të veçare që lexoja shumë libra. Këtë kisha si fillim. Jam rritur në një fis, në një familje që po të thosë nuk ishte shtjellë, nuk ishte marrëdhënie me librin. Unë solla frymën e librit, ai sa njerëz rreth me shkonin me çudi që është një njerëz tani që libri kur ta kokë se fshat të sa. Me atë unë nga libri nuk jam ndar asnjëherë. Dija që kisha një uri të madhe për të lexuar, lexoja çdo gjë që më vinte në dorë, nuk bëja dallime. Dallimi ka ardhur më vonë, pastaj me kohën dhe me moshën dhe me përzgjedhjet që do përshti. Pra ma krijon një bagazh, një ndaj vjetësisë, ndaj. Dhe fakt është që kemi në atë kohë, kemi lexuar libra të mirë, kemi librat e fëmijërisë. Kanë qenë me përti, kanë qenë me art. Dhe më kujtohet se një pjetë që bëhet një shkrimtar i cili ka në familje, ajo libra që të kanë ngelur më shumë. Më kujtohet Djemtë e rrugës Palë, më kujtohet Tregimi të moshës shqiptare, më kujtohet Shpella e piratëve e përmarrë. Dhe ka lënë gjurmë të dashurinë për librin. Më kujtohet bile që fitova një çmim në shkollë, një jepi një çmim atëherë, miku i vogël i librit. Ky ishte një stimul për mua. Pastaj për talent doja ta provoja vetë. Kam talent, bëj për këtë punë. Dëshirë kisha të shkruaj sepse pas lexon, në një moment që doja të shprehesh. Ke mbledhur shumë përvojë personale, ke mbledhur shumë përvojë të lexuar, dhe në moment të shprehesh dhe ti. Këtu tani fillon ajo dilema të shkruaj, të mos shkruaj. Çfarë ke shkruar në fillim fare? Po, ka shkruar poezi. Rria mbyllur në dhomë, në natën rria një perë që mos duke, mos shkon atë jashtëm, se kisha pritur mos të tallë, mos është po edhe ki poet tani. Dhe botova poezitë e para në gazetën Drita të Kohës, ishte atë kohë. Njëkohësisht shkruaj dhe shkrimin për gazeta, korrespondent vullnetari që atë kohë, pastaj kur isha student, kam punuar në drejtor të një pakore kurzet studenti. Ju mora, si tu është, të futa në një fazë që letësinë e pranova dhe doja të shprehja vete seriozisht në fushën e teatrit. Zgjodha vetë poezisë, mendova që kisha më shumë prirje në prozë dhe më shumë asaj i kushtova. Kur isha në gjimnaz, bënim Balzacun atëherë dhe të mësonin për vullnetin e tij. Ai kishte për një mbatin të rrugën e punës, mbante një shënim që thoshte atë që se bëri për Napoleon Bonapartin në shpatë, që poshtoi të Evropën, për ta bëjë unë penë, dhe ai poshtoi vështirë. Kjo më zgjidhte dhe mua dhe mendoj vetë që do bëj edhe unë si Balzac. Kjo ka qenë do të thosh një shëmbëtyrë ime, një ideal i imi. Balzacu si shkrimtar, si gjeni. Po të futur dhe unë letërsisë. Kam botuar, një provë, tregime novela në Tiranë, në doja të botuar, por nuk botuar për gabime ideologjike. Pastaj botuar pas romane që përmenda, por që të them që kur zbulova veten se kisha talent, njeriu duhet ta gënjej veten të thotë që un kam talent. Se në momentin që do ta pranoj këtë dhe do thotë që un jam i talentuar, atëherë do filloj të rënë eti. Sepse vërtet është që pa talent nuk mund të bëhesh shkrimtar, por ama edhe pos punove nuk mund të arrish diçka, sepse dhe ai talent, nëse nuk i kushtove, nëse nuk punove, nëse nuk ke vullnetin e dur, jo më kote përmendën edhe Balzacun, të filloj që edhe ai pastaj të shkëtë të lënë mësimin.
Ky është libri i tretë, botuar në vitin 2016 nga Onufri, Koha e Djegur, flet për një personazh, heroi i librit, i cili njeh 3 periudha kohe, gati ose 2 periudha kohe, kohën e diktaturës. Në çdo qytet ka një vend që bëhet streh. Në Alcos Peristeri, mes qetësisë së mëngjesit dhe aromës së kafes, Thanas Medi gjen ritmin e tij të përditshëm. Këtu ai nuk është thjesht një kalimtar, ai është një shkrimtar që vëzhgon botën, njeriun, që mbledh fjalë, mendim dhe frymëzim. Çdo filxhan kafe bëhet fillim i një ideje të re. Çdo faqe e lexuar një dritare e hapur. Çdo moment qetësie një hap drejt krijimit. Në këtë qoshe të vogël larg zhurmës dhe afër jetës lindin historitë. Këtu fjalët marrin formë, personazhet marrin frymë dhe letërsia nis udhëtimin e saj. Ky është Alcos Peristeri dhe ky është ritmi i një krijuesi, që çdo ditë e nis ditën me një kafe. Thanas, do kishim dëshirë të na lexoje diçka. Po dhe diçka nga telefonit e soldat Bubës. 3 Katerina kishte qenë me qëllim të fejuar në saj, Sokrat Bubës. Kjo morë vesh me një herë nga 2 banorët e Kosovës. Lajmin e parave fëmijë që luanin me top në oborin e Kolebës. 2 prej tyre u futën në televiz për të kërkuar topin dhe pikërisht në këtë çast, pambuzët dhe zgjatur të Sokrat Bubës, bashkë me atë që më vonë u quajnë nga të gjithë Pëllëmba e Katerinës. Ishte e pamundur atëherë që gjëja më e vogël ndodhur në një shtëpi, të mos merre vesh me një herë në shtëpi tjetër. Thuaj gjithmonë se edhe një tështim të sëtonte nuk mbetej pa marrë vesh. Nuk që shkak vetëm distanca e papërfyeshme e banesave me Kash, por edhe një afrit tjetër prej fije zgjaku, që po të grëmohej e nxirrte të gjithë lehtë e malit ku shojnë të afërt apo të largët një njëri tjetrit. Sepse martesat bëhen gjithmonë brenda për brenda, por duke respektuar me fanatizëm pragun e kushërisë të parë, të dytë e nga një e të tretë, si kufi që po të kapërcehej ekzistonte frika që në vend të fëmijëve të pillesh ndërkus, prej brezash e brezash të tërë, në përjashtim të dervishin nga kolonja që u dashurua me Sofinë e Tonajve, dhe pas një viti martese, e tere dhe avarosin në oborën shtëpisë, nuk mbahej mend rast tjetër në tërë jetë kushërinjsh të ishte futur në një kuaj. Të këtu. Fundjavën që lam pas, Thanasi udhtoi drejt Selanikut për promovimin e librit të tij. Ishte një udhtim që solli jo vetëm letërsi, por edhe emocione, kujtime dhe takime të veçanta. Shqiptarët e Selanikut e pritën me shumë ngrohtësi dhe respekt, duke treguar edhe një herë se libri dhe fjala shqipe na bashkojnë kudo që jemi. Takimi u kthye në një bisedë të hapur mes autorit dhe lexuesve, ku u ndan mendime, përjetime dhe reflektime mbi veprën dhe jetën. Ishte një mbrëmje e bukur, e thjeshtë dhe e sinqertë, ku kultura dhe dashuria për librin u ndjen në çdo moment, një dëshmi se letërsia nuk njeh kufi dhe fjala e shkruar vazhdon. Unë Thanas të kam njohur për herë të parë në ambientet e ambasadës në promovimin e librit Kohë e Djegur, ku e kam dhe me mbishkrimin tëmë
në 21-22. A fërsisht e të për të po. Kur e kam lexuar këtë libër, më ka bërë përshtypje një frazë që thua që ne në Mërgim nuk kemi një kohë të tashme, kemi vetëm një kohë të djegur. Çka desh Thanasi të shpreh me këtë frazë? Emigranti në përgjithësi jeton të shkuarën. Kjo të tjetë. Këtë e provuam në kurrizin tonë duke migruar këtu në Greqi. Pasi pavarësisht ndërtojmë një jetë këtu, atë unë e kemi të shkuarën tonë e kemi me vete. Dhe ky roman atë bën ndërtuar në 2-3 kohë të saj, është koha e diktaturës, pra një njeri që jetoi në kohën e diktaturës, një njeri pastaj që emigroi, kthehet prapë në vendindje prapë, që është tre periudat brenda vetës, që është dhe ajo e demokracisë. Kështu që është një pasqyrë e madhe që heroi i librit shikon vetveten e tij. Dhe rezulton të jetë me kohë të djegur, pasi nuk e gjen vetveten në asnjë nga tre kohët e tij. Kjo është koha e djegur. Domethënë, ai është një hero që jeton me ëndrrën për të rritur lumturinë e tij, dhe lumturinë të gjitha e ka bazuar tek dashuria, sepse ajo është thelbësore të jeta e njeriu për të qenë i lumtur, dhe si përfundim këtë ai nuk arrin ta realizojë. Pra, koha nuk punon në disfavor të tij, në dispozicion të tij, por në disfavor të tij, i vetë kundra në pritshmëritë e tij, që kanë lidhje një konsiderim me karakterin e tij, fundimin e tij, në kulturën e tij, pasi shumë njerëz të më thonë që kanë gjetur veten në kohën. Por ky është një njeri i ndeshëm që nuk e gjen veten në kohën në të cilën jeton. Thanasi ka gjetur veten në këtë libër? Thanasi ka gjetur vetë pjesërisht, pasi plotësisht kur nuk po gjen. Pjesërisht po. Do thënë ka copza nga jeta e Thanasit edhe këtu. Sigurisht, do shkrimtar do të lër tek vepra e tij copza nga jeta e tij, rime nga jeta e tij. Ka vëre gjithashtu në libra të tjerë që erdhën më pas, ka vëre një gjë që njeriu ose shkrimtari tani të konsiderojnë si njeri nuk mund të shkëputen nga realiteti, nga bota e tij. Gjithë krijimtaria e tij është një produkt i botës në cilën ka jetuar dhe ka përjetuar. Sot Thanas ti më ke sjellur dhe një libër tjetër, Çmendina. E ke sjellur për mua sot. Si titull është një titull i veçantë dhe më bën pa e lexuar akoma të pyes. Çmendina është një vajzë, është një histori, është një imagjinat. Çfarë do gjej unë në këtë libër? Po, në çdo libër është dhe imagjinata, sepse nuk mund të ka shumë gjithësi të ndryshme, po ke vëre që shkruaj njerëzit sipas ngjarjeve të gjetura, po gjithësia e vërtet nuk është ngjarje e jetuar. Nëse nuk fantazove, nuk krijove, atë gjithësia të lënë në mes, dhe do dalë diçka tjetër, kuptohet e shkruar, po nuk flasim më për gjithësi. Pra lehtësia ka gjithmonë në fantazinë dhe imagjinatën për të dhënë një mendim të saktuar. Dhe Çmendina këtë qëllim ka, të japi na jepës ca detaje nga personazhi i Çmendinës, po, për të ngacmuar lexuesit dhe ta tërheqi ta blë këtë libër dhe ta lexojë me vëmendje. I kishte libri i fundit që ka bërë së fundi në 2019 kam dalë si botim nga shkruaj botuese tonë, kam bërë promovim në Tiranë, kam marrë një çmim karriere nga Bashkia e Lezhës, i cili falenderoj në një rast. Edhe është si thua një pjesë e shoqërisë shqiptare që ka emigruar dhe pas shumë vitesh tani se si është në atë që quhen në ngranimin e vendasit me jetën e vendasit. Dhe vinë për plasje e dy botëve, botës shkuar që nuk pushatet dot me botën e tashme dhe botës së tashme të më moderne që nuk e pranon me vështirësi të kaluar. Këto dy botë përplasen. Edhe shfaqen të gjitha këto në përmjet figurës së një pastruese. Heroina e librit është Valentina. Ka ngelur pa punë kjo që ka krizë, ka pasur të tjera punë. Tani vajte atje ku nuk të studentë tek të shmendur, të thonë të shmendur. Çmendina është që ajo punon në një institucion, në një spital, në spital psikiatrik. Dhe aty
vende me frikë ndaj të shmendurit, në përfundim ajo i dashuroi të shmendurit. Kjo është gjithë thelbi i këtij romani. Dhe pse i dashuroi, sepse atë pa një jetë të panjohur, pa një jetë të keq kuptuar dhe të keq trajtuar. Dhe kemi dëgjuar shumë gjëra për të shmendurit, por nuk e kuptojmë ata sepse u qëndrojmë larg atyre dhe i keq kuptojmë ata. Kjo del në një thënie tjetër që thuhet më shumë të shmendur janë jashtë sa brenda spitalit. Pra aty ajo që është thelbësorja është kuptoj dashurinë për jetën, dashurinë për njeriu. Kjo është thelbi i romanit. Shumë interesant. Shumë interesant. Se njëri duhet të mësojë që të mësojë. Edhe ja mësoj. Doja të të pyesja, po janë botuar në çfarë pika shitje ose në çfarë shtëpi botimi mund t'i gjejmë këto libra? Unë i kam botuar në shtëpi botuese Tuena, në shtëpinë botuese Onufri. Këto shtëpia botuese Onufri ka një librari Onufri në rrugën në Tiranë, në rrugën Misfirfshiri dhe aty gjet zakonisht librat e kësaj shtëpie botuese të gjendet. Aty gjendet edhe Kohë e Djegut dhe vasi një dasmë fontan, që nuk e përmendëm për sot, po aty mund t'i gjej çdo lexues që të shohë të lexojë. Gjithashtu gjen në shtëpinë në librarinë Androni që janë në Tiranë, si Palati i Kulturës. Aty janë shtëpitë botimet e Toenës, librat e mirë, aty duhet të jenë atje. Kohë e Djegut po përkthehet tani edhe në greqisht. Kohë e Djegut është përkthyer nga Telemak Koça, nga miku i Telemak Koça, shkretari i njohur në Greqi, e falenderoj me një rast. Botohet këto ditë del në qarkullim nga shtëpia botuese Bajtë Buk. Edhe ta kemë në promovimin që do bëj pas nesër të shtunën, bashkë me fjalën e fundit së Fukës, ose në malë të fundit, siç është në greqisht. Çfarë po shkruan Thanasi këto ditë, këto kohë të fundit? Tani me çfarë do na surprizosh? Shkrimi për një shkrimtar si Roz bëhet një ushqim i përditshëm për veten e tij, për të mbijetuar, dhe mbi të gjitha bëhet një seriozitet, si thuhet, një mision në krimtarinë letare. Pasi fillon si mision, si provë, po të pasi kush janë, pastaj vjen momenti që i përkushtohet tërësisht dhe kërkon të jetë të ngelet në arenën letrare. Këtë dëshirë si gjithë të tjerë shkrimtarë kam dhe unë. Për këtë radhë, me që është vonuar në fakt ka menduar të 3 vjet, po me se mendoj që gjithmonë nuk duhet zituar të romanet, sepse romani nuk është një libër, është një vepër letare, është një dokument për një kohë të saktuar dhe duhet të ngelet. Këtu jam unë tani konkretisht, se çdo dalë as unë nuk e di mirë saktësisht. Çfarë do i thoshit brezit të ri që jeton në emigrim për letërsi, për shkrimin, për krimin? Jo vetëm brezit të ri, kryesuare atë që do të thoshë unë, që nga pozitë një shkretari, nga pozitë një emigranti, nga pozitë një thjesht njeriu të thjesht, që t'i kushtojnë më shumë vëmendje librit, t'i kushtojnë vëmendje kulturës. Dhe sidomos libri, sepse libri mëson shumë, ta vijë atë horizontin, nuk është puna se ka shumë mendim të cekët për librin sot, sidomos të rinj, sepse argëtojnë me Facebook, argëtojnë me Instagram e këto, dhe libri është lënë tjerë, nga të është sëmundje kohës e librit, po të këshillosh është vështirë, të të bind, të dëgjojnë që shikron se libri është mirë, po kthehet në asgjë ai. Ajo që mund të kthehet është t'i ofrosh nëpërmjet asaj që ti shkruan, nëpërmjet librit të letërsi serioze, po letërsi së mirë. Dhe lexuesi që ka qenë një apasionuar pas librit, zgjedh shumë sot. Kështu që imagjino ti ofrosh një të riu që ri larg librit. Atëherë ilaçi vetëm është t'i afrosh dhe sa të ngjit, sa të mund të ngjitesh më tepër, kjo është ka ngelur. Thanasi, ishte një kënaqësi që bëmë një bisedë kaq të ngrohtë, kaq të sinqertë. Sofra pranë jush do jetë gjithmonë në çdo promovim, në çdo sukses tuaj, dhe mirëpresim romanin e radhës. Faleminderit shumë, për mua ishte kënaqësi që e folëm për librin. Letërsi. Faleminderit.